وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. Ndërmjet xhenetit dhe xhehenemit ka një perde dhe mbi arafin ka disa njerëz që I njohin të dyja palët nga pamja e tyre, ata u thrasin banorëve të xhenetit selamun aleikum. Lem yadkhuluha wa hum yatma'un. Njerëzit e arafit kur u japin selam banorëve të xhenetit, ende nuk kanë hyrë vetë në xhenet, por shpresojnë se do të hyjnë aty. O idha surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. E kur njerëzit e arafit t'i kthejnë syt nga banorët e xhehenemit, do të thonë o Zoti ynë, mos na bashko me kombin keqbërës. Kuptimi. Ndërmjet xhenetit e xhehenemit ka një perde dhe mbi arafin ka nga ata njerëz që I njohin banorët e xhenetit dhe të xhehenemit nga pamja e tyre, dhe këta të arafit u çojnë selam banorëve të xhenetit duke I thënë Esselamu aleikum, qofshit sigurt prej të gjitha të ligave. Kur ata u japin selam banorëve të xhenetit, ende s'kan hyrë vetë në xhenet, por shpresojnë që të hyjnë, dhe kur kthejnë syt nga banorët e xhehenemit, I luten Zotit e thon o Zoti ynë, mos na bashko neve me kombin keqbërës dhe mos na fut edhe neve në xhehenem. Ibn Abasi I thotë se araf quhen disa kodrina që janë ndërmjet xhenetit e xhehenemit, nga ku mund shikohen të dyja palët. Në këtë ajet Zoti thotë se në araf do të jenë disa njerëz, por nuk tregon se cilët janë ata, prandaj dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme për ata. Ndër ato mendime pëlqehet më shumë fjala e madhit Hudhaife, I cili ka thënë se në araf do të qëndrojnë përkohësisht ata njerëz që I kanë të mirat e të këqijat të barabarta. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Njerëzit e arafit do të thrasin disa qafirëve që I njohin nga pamja e tyre dhe do të thonë, juve nuk ju bëri dobi, nuk ju shpëtoi prej zjarit, as pasuria që kishit mbledhur e as madhështia që tregonit kundrejt besimit. E haulai alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahmatin udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun. Njerëzit e arafit vazhdojnë me fjalët qortuese duke u treguar qafirëve një grup besimtarësh të varfër, e u thonë, a nuk janë këta për cilët ju ishit betuar se ata nuk do të arrin asnjë mëshirë të Zotit? Shihni se ku janë. Plasni duke I parë ata në lumturinë amshuar, për të cilët ju thoshit me mendje madhësi se ne nuk bashkohemi me këta varfanjak dhe se ata ashtu do të ishin edhe në ahiret. Në këtë rast do të thuhet edhe njerëzve të arafit hynin në xhenet, ku nuk do të ketë për ju asnjë frikë dhe nuk do të jeni të hidhëruar. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Edhe banorët e xhehenemit do të thrasin banorëve të xhenetit e do të thonë na lëshoni pak ujë ose pak prej atij ushqimi që ju ka falur Zoti. Ata do të thonë Zoti ka bërë haram ato për qafirët, të cilët e merrnin fenë e tyre si talli e lojë dhe I gabonte jeta e dynjas, pra sot e kemi haruar ata, I kemi lënë në xhehenem për jetë, ashtu siç e linin edhe ata në hares se do të vinë në këtë ditë dhe ashtu siç përgënjeshtronin ajetet tona duke I ditur ato. Kuptimi. Banorët e xhehenemit I thrasin me lutje të madhe banorëve të xhenetit e u thonë, o ju të xhenetit që jeni duke dëfryer aty, e haruat miqësinë që kishim, ne këtu na u përvoluan mushkrit për ujë, hidhni mbi ne pak ujë të ftohtë, ose na jepni pak ushqim prej atyre të mirave që ju ka falur Zoti, sepse ne këtu po ngordhim nga uria. Banorët e xhenetit u përgjigjen e u thonë, Zoti ka bërë haram për qafirët ujin dhe ushqimin e xhenetit që na e ka dhënë neve, sepse ata e merrnin fen që sjell gjallërinë e vërtet si lojë dhe I kishte gabuar jeta e dynjas, prandaj sot ata janë gojthar prej të mirave të xhenetit. Pra ashtu siç e kishin lënë ata në hares ardhjen në këtë ditë, edhe ne I thot Zoti, sot I lëm ata si të haruar, ashtu siç I mohonin ata jetët tona, edhe ne do t'i lëm ata përgjithmonë të përvolohen në xhehenem, thot Zoti. Fahri Razi u thot se kur njerëzit e arafit të hynë në xhenet, banorëve të xhehenemit u vjen një shpresë dhe I luten Zotit, o Zoti ynë, edhe ne kemi në xhenet të njëjtin farefis dhe na lejohet të bisedojmë me ta. Zoti I lejon të bisedojnë dhe atëherë banorët e xhehenemit I shohin mirësitë e xhenetit dhe miqt dhe farefisin e tyre, të cilëve u lypin ujë të ftohtë që të shuajnë etjen e madhe.
u lypin edhe ushqime prej urisë që i ka marrë, por banorët e xhennetit u përgjigjen duke u thënë se mirësitë e xhennetit janë të ndaluara për banorët e xhehenemit. Bejzaviu thot prej fjalës en e fidu, hidhni pak ujë mbi ne, nënkuptohet se xheneti është sipër xhehenemit, sepse fjala ifada do të thot derdh një gjë mbi një sen tjetër. Fjala lehu do të thot lojë e padobishme, e cila e bën njeriu të harojë diçka të dobishme. Fjala luab do të thot kërkoj gëzim nga një gjë e pamerituar. Pra fjalët e ajetit se qafirët e kanë marrë fen si lojë do të thot kanë lënë pas dore fen dhe janë marrë me gjëra të padobishme, kurse thënia se ata e kanë marrë fen si luab do të thot janë tallur me fen, e kanë përgënjeshtruar pejgamberët dhe me këto veprime e kanë kërkuar të ngushëllohen. Fraza ittakhadhu dinahum lahwa wa laiba mund të kenë njërin prej dy kuptimeve që vijojnë. 1. Ata janë tallur me fen kur janë thirrur në fe sepse janë tallur me pejgamberin. 2. Ata kanë marrë për fe lojrat e padobishme, si fjala vjen, të fishkëllyrit rreth Qabes dhe bërjen haram të gjërave halal e të tjerë. Fraza feljeum nensehum, sot i harojmë ata, do të thot, sot ata i lëm pas dore, nuk u pranojmë lutjet dhe për ata nuk bëjmë mëshirë, por i lëm në xhehenem për jetë. Në ajetin e mësipërm, Zoti tregon 4 shkaqe për mbetjen gojthar nga mirësitë e xhennetit. 1. Kufri. 2. Marrja e fesë si lojë, ose marrja e lojrave si fe. 3. Rendja pas dynjas dhe lënia ahiretit pas dore. 4. Mohimi argumenteve që tregojnë se Zoti është një. Pra kushdo që i ka këto 4 karakteristika, ajeti tregon se ai njeri nuk do të hyjë në xhennet. Zoti i tregoi gjendjen e banorëve të xhennetit, e të xhehenemit dhe të njerëzve të Arafit, si edhe bisedat që zhvillohen në mes tyre, për t'i shtyrë robët e vet në punë të mira dhe për t'u paraqitur të vrazhda punët e këqija, si edhe për të treguar madhështinë e Kuranit, e dobit që Kurani u sjell robëve, Zoti urdhëron e thot: "O laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahma liqaumin yu'minun." Betohem në veten time se ne u kemi prur atyre një libër me dijen ton të plot dhe në to u kemi shpjeguar premtimet, kërcënimet, besimet, dispozitat, proverbat, këshillat, punët e popujve të kaluar, që ai libër të jetë udhëheqës dhe një mëshirë e madhe për kombin besimtar. Por ata që nuk besojnë, hel yanzuruna illa ta'wila, ata nuk vështrojnë gjë tjetër, veç se presin ardhjen e ndëshkimit, me të cilin u është bërë be me Kuranin. Ata presin ditën e Kiametit, ku do të shfaqen shenjat e ndëshkimit me të cilat i ka paralajmëruar Kurani. Yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Në atë ditë kur do të vi rezultati i paralajmërimeve, ai ndëshkim që më parë ata e kishin haruar do të thonë, erdhën pejgamberët e Zotit ton dhe ata na e pron fjalën e drejtë. Ata shtojnë edhe këtë fjalë: "Fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal." Vall, a ka për lutës, për shpëtimin ton lutës që të luten për ne, shefaatxhi, ose a është e mundur për ne që të kthehemi përsëri në dynja dhe të mos bëjmë ato punë që bënim? Atëherë ata do të mendojnë rrugdalje për veten e tyre, por nuk do të bëjmë dobi sepse qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ata e kanë dëmtuar veten e tyre duke lënë pas dore punët e mira dhe idhujt që ata i adhurojnë me shpifje u kanë humbur atyre nga syt. Kuptimi: qafirët nuk presin tjetër gjë veç se rezultatin e punës së tyre dhe ardhjen e ndëshkimit, me të cilin i frikson Kurani. Njerëzit që do të ndëshkohen dhe që më parë patën hedhur pas shpine dhe patën lënë në hares atë ndëshkim, do të thonë: neve na erdhën pejgamberët e Zotit ton dhe ata na i treguan dispozitat e drejta, vallë a ka ndonjë që lutet për shpëtimin ton? Ose a është e mundur që të rikthehemi në dynja e të mos bëjmë kufër e faje, por të bëjmë punë të mira? Ata e kanë dëmtuar veten e tyre me kufër e me krye ngritje, atyre u kanë humbur edhe të adhuruarit, për të cilët kujtonin se do të ndërmjetësonin për ta.